çështjes së presidentit ose presidentës së zgjedhjet, mendoj që tani pasi që Lumiri mbet në krye të LDK-s, gjasat e tij për të zgjedhur presidenti i Kosovës janë shumë të mëdha. E para pse Albin Kurti i konvenon më shumë me qenë Lumiri se sa Vjosa. Pse nuk i konvenon Vjosa, këtë e kam thënë, besoj e kam shpjeguar. Po, kemi diskutuar. Lumiri i konvenon për shkakun që nëse Lumiri tërhiqet prej e para Lumiri nuk ka pengesë më bëu president, meqense se ai është Kosova centrist edhe që nga ana amerikanëve ai nuk e ka një pengesë më bëu president i Kosovës, meqense këto as Vjosa se ka këtë pengesë, po tash varet krejt prej Albinit kanë e bën. Dhe sepse në qoftë se Lumiri tërheqet prej LDK-s, gjasat më të mëdha që këto LDK-n ta marrin forcat pro PDK-s, bëhen shumë më të mëdha. Edhe nëse LDK-n e marrin forcat pro PDK-s, atëherë mundësia që rrjedhja e elektoratit prej LDK-s ka vetëndosja rritet akoma më shumë. Edhe kjo i levërdis Albin Kurtit. Albin Kurtit i levërdis që sa më shumë u shkatrua LDK-ja në mënyrë që antarësia më shku ka aj. Dhe kjo është, domethënë, arsyeja pse ati ju kanë shtu gjasat për mu bo president. Në anën tjetër, nëse eventualisht, domethënë, do të ishte Vjosa kandidate për president, atëherë janë të paktën 4 vota brenda LDK-s të cilët në asnjë mënyrë nuk e quajnë votën të Vjosa. Dhe këto 4 vota ja pamundësojnë që veç me LDK-n me arrit me bo këto të dhe deputetëshën në salë. Dhe kurse me Lumirin, pse ka gjasë që ata 4 deputet që se votojnë Vjosën me votu Lumirin, se me hjek qafe. Do më thonë edhe me tani përsa janë zonë venën, me marrë LDK-n dorë. Që ata kanë arsye me votu Lumirin për president, në që me hjek qafe, dhe prandaj po thëmë që gjasat e tina tani janë bërë shumë më të mëdha me qenë president. Me qenë president. Tash, në një situatë ku ajë nuk arrit me menagju mirë LDK-n, në një situatë ku ajë, dhe më thonë, ka të lhy që tash ka fitu për pak vota, dhe më thonë 55% votave, mirë po, së është të thonë që në kuvendin e arshëm, si a marrin partinë pidorës. Vetë delegat? Vetë delegatët e partisë më ndojnë që kanë me amorë, se e kanë pas rasin në mënyrë të fshat me votu. Ta që në bo kundërtina, organizohen më mirë në për dege, në për... Si pas jo shpëse fitaj për sëri Abdi Gjiku brenda partisë. Kështu që kjo e bojnë ato që në dilemen a me nejnë kryt partisë, a më bo president, ja qënë uj ka kjo që ma mirë ponat në zotë diqka se po mes... E kuptushme për 5 vjetë e ke posë në siguru? Se po mes pak u zhëheshtë. Pas një vite gjysë është pikpytje ka rigja e LDK? Se mas një vite gjysë është pikpytje kjo. Kështu që kjo, unë përsho që këtu, do më thonë, shumë sene po binë në, që më thonë, në ven, edhe që krejt konstelacioni yjeve po qënë aty. A do të bëhet kjo apo jo, varet se sa qysh i perceptojnë interesat këta. Në qoftë se Albin Kurti e vrejnë këtë gjë, qysh për vrej unë, qysh për mendoj unë që është interesit tina, sa e mundet ndoshta ndryshe me perceptu nga unë interesin e vetë. E ndoshta mundet me i dalë ati, aj qysh e percepton aj me i dalë keq, a qysh i tha mune me i dalë mirë, po tash ajo përqes për vetën e vetë. Nonën tjetër edhe varet edhe Lumirin, është Lumiri me gjithat me nënë të të ma mirë po mes në partije se e marë qeverin mas të nene, mas 4 vjetë. Qështu menaj edhe për shkurtit deri në djetor, tha ma mirë nuk përshkoj me vetë vendosjen, po unë dëshku këtë gjakeq për qytetarve. Po më dojë se gjithmonë, shiko, njeriu shpesh, do më thonë, miqtë e dashamirë ti përcaptojnë interesin tanë ma mirë se so ti vetë.
Se gjykojnë me ftofësi pak, e shojnë përtej situatën. Po varet thashë, se ti mund është për shembull edhe për situata ndryshme kjo ndodh shpeshherë në jetë. Edhe tash kjo çfarë do të ndodh, do të varet, domethënë edhe nga perceptimet e Kurxhit edhe të Abdigjikut, por çfarë po mendoj unë që është interesi i të dyve edhe i të tjerëve, domethënë. Po cili është interesi i Kosovës mas pari, atë di? Ma mirë me folë për interesin e Kosovës se sa individual. Çka është interesi i Kosovës? Interesi i Kosovës është një para që mos pas një konflikt në mes të presidentit edhe kryeministrit, çfarë kish me ndodhë në rast se zgjedhet Vjosa Osmani. Interesi i Kosovës është, domethënë që ata me punu sa më mirë që është e mundën për vendin, nuk është interesi i Kosovës më shulë edhe këja, për mendimin tim, por në këtë rast ka rrezik me ndodhë kjo, sepse për shtatët interesi Albini, Lumirit, atyne që janë brenda LDK-s e tjerë, dhe që përfaqësojnë krahun tjetër, por na po këshyrim që ka është ma e mundshme që ka me ndodhë. Për mendimin tim, kjo është ma e mundshme, por të shumë. Një skenari mund shumë që pritët me ndodhë.